Partia Demokratike e Shqipërisë dhe forcat e tjera opozitare do të mbajnë këtë të diel protestën e radhës kombëtare në Tiranë në një përpjekje për të rritur presionin politik ndaj qeverisë. Përmes një mesazhi drejtuar strukturave, Selia Blu ka kërkuar angazhim maksimal, duke theksuar se aksioni opozitar nuk do të ndalet deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që do të garantonte, sipas tyre, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në thirrjen e shpërndar për mbështetësit, opozita pretendon se kreu i qeverisë është i izoluar ndërkombëtarisht dhe në përplasje me drejtsinë, ndërsa e cilëson protestën si një hap të domosdoshëm për ndryshimin politik në vend. Tubimi është njoftuar të mbahet në orën 18:00 në bulevardin kryesor të kryeqytetit. Protestat e mëparshme të opozitës janë shoqëruar me tensione dhe përplasje me forcat e rendit. Në disa raste janë raportuar hedhje molotovësh dhe fishek zjarrësh drejt institucioneve, ndërsa policia ka reaguar me gaz lotësjellës dhe ujë me presion për shpërndarjen e turmës. Opozita vijon të akuzojë qeverinë për manipulim të zgjedhjeve, lidhje me grupe kriminale dhe korrupsion të lartë, akuza që janë hedhur poshtë nga mazhoranca. Protesta e fundit u zhvillua më 12 mars para kuvendit, në një kohë kur u rrëzua kërkesa e SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku.